Po tash t'i kthehemi takimet me viznerin, edhe në fund doli puna e datës së shpalljes pavarësisë. Ai na pa thënë që duhet të me qenë diele për shkak të OKB-s, për shkak të Këshillit të Sigurimit, mos pas agim që më hershëm, edhe duhet me qenë shkurt. Edhe duhet me qenë me qëllu në orë kur në New York Absolutisht. natë. Natë. Do të thotë edhe ishte qartë çka duhet ta bëni, edhe tha ju duhet ta bëni deklaratën e pavarësisë, megjithatë kjo nuk ka ndodhur, na nuk e kemi bërë deklaratën e pavarësisë. Jo, është shkruajt në ambasadë. Në ambasadë, po vizhneri nuk ka qenë për këtë verzion. Vizhneri ka menduar që ne duhet atë, sepse mos harrojmë se ndoshta ja kemi përmend këto emisionet e kaluara. 95% dokumente kemi shkruar ne vet. Nuk ka qenë si ndambije. Jo. Për dokumentit bazik kur jo kemi dorëzuar në Ahtisarit, pastaj dokumentin për decentralizimin. Krejt dokumentet i kemi minoritetet, atë dokumentin voluminës që i keni bërë ti me Vellerën edhe me domthon, krejt këtë dokumentacion me qindra faqe ne kemi shkruar. Kem pas për krajet ekspertëve ndërkombëtar, s'ka fjalë. Kanë qenë me Paul Williams, kanë Rossi, Louis Sedi, Patar, Niko, Jim O'Brien ka qenë vazhdimisht. Konsulta jo zyrtare me ne, i ka pa dokumentet, i ka pas te departamenti dokumentet tona. Se dash me kalu filtrin. Po ashtë një herë s'ka pas dokument tonë i cilin se departamenti ka në kësë bënë. Jo, edhe miq prej Këshillit të Evropës. Po. Më thokë, disa prej juristëve të Komisionit Venecia si kanë shqiptar. Tomas Merkerti ka qenë me ne në Ramboj, i shkëqyshëm për në dokument, një njëri i jashtëzakonshëm. Kështu që, po, kryesorja ne kuptum logjikën e procesit. Fillum dhe të mi draftu dokumentet dhe ashtë një herë shinem konflikt me Bashkinë Ndërkombëtare veç mas me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që ne përfunduam takimin me viznerin, ai faktikisht na uroi ardhin e pavarësisë. Pastaj u pam 2-3 orë mas me trojkën në Kuvendin e Kosovës, aty ishte një raport goxha i ftoftë, verbal i ambasadorit Ishinger, ku tha kjo është përpjekja jo, nuk kemi pas sukses. Tash është në duar të sekretarit të grupit kontaktit, të sekretarit përgjithshëm të OKB-s, çka duhet të bëhet tash tutje, po në përgjithësi nuk kishte far udhëzimi çka të bëhet. Mund kujtohet një takim, nuk po e di emrin e këtij zyrtarit të OKB-s, na pa takuar në aeroport, ne kishim të shkuar në Vjenë, në Bruksela, ka qenë nën sekretari i OKB-s me siguri, e tha, situata e me ju është si me një shtatë zane që është ka lind, ka fillu me dalë fushën, po thonë këta ndërkombëtar, jo, kthej fushën mrapa, ju tha, ka po bëhet, tha, puna pavarësisë është punë e krymit, tha, s'mund t'ju ndalim më. Kështu që edhe ky raporti i trojkës ishte natë frymë që tash e keni ju në dorë,